Letra drejtuar Efesianëve. Kapitulli 1. Përshëndetje. Pali, apostulli i Jezu Krishtit për vullnet të hyjit, shenjtërve që janë në Efes, besimtarëve në Jezu Krishtin, paçi hire paqe prej hyjit të Atit ton dhe prej Jezu Krishtit Zot. Plani i hyjit për shëlbimin. Qoftë bekuar hyji, Ati i Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na bekoi me çdo bekim shpirtëror në qiell në Krishtin. Në të na zgjodhi para krijimit të botës, që të jemi të shenjtë të papërlyer para Tij në dashuri. Ai na parashënoi për vete të jemi bi në shpirt, në sajet e Jezu Krishtit me pëlqimin e vullnetit të vet për nder të lavdisë së hirit të Tij, me të cilin na pajisi me anë të dashurit. Në të, në sajet të gjakut të Tij, e fituam shpërblimin, në të na u falen fajet, me anë të begatisë së hirit të Tij, të cilin hyje ndikoi në ne, bashkë me çdo urti e kuptim. Ai na vuri në dijenim mbi misterin e vullnetit të vet, synim që lirisht kishte vendosur qysh më parë ta kryente në të, kur të plotësohej koha, domethënë, të vërë çdo gjë nën kryesinë e Krishtit, të gjithë qenësit që janë në qiell dhe në tokë. Në të edhe ne u bëm trashëgimtar të paracaktuar me vendim të Atij, që vepron gjithçka sipas pëlqimit të vullnetit të vet, të jemi në nder të lavdisë së Tij. Ne, që qysh më parë e vuam shpresën në Krishtin. Po në të edhe ju, që e dëgjuat fjalën e së vërtetës, u ngjidhi në shëlbimit tuaj, mbasi besuat në të, u vuloset me shpirtin shenjtë, të premtuarin, që është pengu i trashëgimit ton, për shpërblimin e plot të atyre, që u bën pronë e hyjit në nder të lavdisë së Tij. Nga dhënim dhe e përsi i Krishtit. Prandaj edhe vetë, qysh se dëgjova për fenë tuaj në Jezusin Zot, dhe për dashurinë kundrejt të gjithë shenjtërve, nuk pushoj të falenderohem për ju e t'ju kujtoj në urata të mia, që hyji i Zotit ton Jezu Krishtit, Ati i lavdisë, t'ju jap shpirtin e dijes e të zbulesës për ta njohur atë, t'ju jap syve të zemrës tuaj dritë, që të mund ta kuptoni shpresën e madhe që e jep thirrja e Tij, begatinë e pakufishme të trashëgimit të Tij ndër shenjtër, dhe madhërinë e pamas të fuqisë së Tij kundrejt nesh që besojmë, të matur sipas veprimtarisë së pushtetit dhe forcës së Tij, të cilën e tregoi me vepër në Krishtin, duke e ngjallur nga të vdekurit, dhe duke e vendosur në të djathtën e vet në qiell, mbi çdo principat, pushtet, fuqi, zotërim dhe mbi çdo emër që mund të përmendet, jo vetëm në këtë, por edhe në botën e ardhshme. Dhe çdo gjë vuri nën këmbët e Tija, e atë e vendosi mbi çdo gjë për krye të kishës, e cila është trupi i Tij, plotësimi i Atij që plotëson gjithçka në të gjithë. Kapitulli 2. Shëlbimi në Krishtin është një dhuratë falas. Edhe ju ishit të vdekur për shkak të fajeve e të mëkateve tuaja, në të cilat dikur keni jetuar, kur ndiqnit parimet e këtij shekulli, të prisit që sundon mes qiellit e tokës, simbas atij shpirti që tani vepron në bijtë e padëgjesës. Ndërta edhe ne dikur jetonim në prirjet e prujta të mishit e të gjakut ton, duke i kënaqur epshet e mishit e të sedrës, dhe prej natyre, ishim edhe ne si tjerët, bijtë të lëshuar në dorë të hidhërimit. Por se hyi i pasur me mëshirë, në sajet të dashurisë së madhe, me të cilën na deshi, ne që ishim të vdekur për shkak të fajeve, na ngjalli bashkë me Krishtin, ju jeni të shëlbuar me hir, dhe bashkë me të na ngjalli dhe na vendosi në qiell në Krishtin Jezus, që me mirësinë e Tij ndaj neve në Jezu Krishtin, ta tregoj në shekujt e ardhshëm pasurinë e patregueshme të veten. Sepse me hir në sajet të fesë jeni shëlbuar, dhe kjo s'vjen prej jush, por është dhuratë e hyjit, e jo me anë të veprave që ndokush të mos lavdërohet. Jemi vepër e Tij, të krijuar në Krishtin Jezus për vepra të mira, që hyji përgatiti qysh më para që të jetojmë në to. Hebrejnë e pagan të bashkuar në të njëjtin shëlbim. Këndej let ju bjerë në mend
se dikur ishit pagan në trup, quheshit të pa rreth prerë, prej atyre që mbahen të rreth prerë me dorë në trup. Let ju bjerë në mend se në atë kohë ishit pa mesin, të përjashtuar nga nënshtetësia e Izraelit, të huaj për beslidhjet e premtimit, ishit të pashpreset pa hyj në botë. Por tani në Jezu Krishtin, ju që ishit larg erdhët në gjatë, në saje të gjakut të Krishtit. Për një mend ai është paqja jonë, ai që prej dy popujve bëri një e përmbysi murin ndarës, do me thënë armiqësinë në trupin e vet. Ai e shfuqizoi ligjin e urdhërimeve me të gjitha rregulloret, me qëllim që prej dyve, paganëve e hebrejve, të trajtonte në vetvete një njeri të ri, e duke vendosur paqen, të dyti pajtonte në një trup me hyjin me anë të kryqit, duke e asgjësuar në vetvete armiqësinë. E prandaj erdhi t'ju kumtoj paqen, juve që ishit larg, paqen dhe atyre që ishin në gjatë. Në saje të tij pra, si njëra pala ashtu edhe tjetra, kemi të drejtë të dalim para Atit në fuqi të të njëjtit shpirt shenjtë. Prandaj nuk jeni më të huaj e mërgimtar, por jeni bashkëqytetar të shenjtorve dhe antarëve të familjes së hyjit, të ndërtuar mbi themelin e vërtetë që janë apostujt e profetët, ku guri i këndit që mban gjithçka është vetë Jezusi Mesi. Në të mbar ndërtesa është e lidhur dhe rritet në tempull të shenjtë në Zotin. Në të edhe ju jeni bërë pjesë e ndërtesës së përbashkët, që të bëheni në shpirtin shenjtë banese hyjit. Kapitulli 3. Pali shpall misterin e Krishtit. Për këtë arsye, unë Pali, i burgosuri i Krishtit Jezus, për ju paganat, mendoj se patjetër do keni marrë vesh për hirin që hyi për ta çuar në vend synimin e vet, ma ka dhënë për të mirën tuaj, se me zbules që është vënë në një huri të misterit, për të cilin shkurtimisht posa ju vura në dieni. Duke e lexuar mund ta kuptoni se si unë e marr vesh misterin e Krishtit, i cili nuk u qes zbuluar njerëzve të breznive të shkuara, sikur se tani u është zbuluar në shpirt shenjtë e apostujve të tij të shenjtë dhe profetëve, se paganët në Jezu Krishtin janë bashkëpjesëtar të njëjtit trashëgim, bashkëgjymtyr të njëjtit trup dhe bashkantar të njëjtit premtim në saje të Ungjillit, mbarshtuesi i të cilit u bëra me anë të dhuratës së hirit të hyjit, që mu dha me fuqinë mrekullisht vepruese të tij. Mua, më të voglit ndër të gjithë shenjtërit, mu dha ky hir, tua shpall paganëve pasurinë e pashqyrtueshme të Krishtit, e të bëj të dalë në dritë para të gjithëve, si vihet në veprim misteri i mbajtur fshehur që prej amshimit në mendjen e hyjit, krijuesit të rruzullimit, që tani me anë të kishës, të njoftohen principatat e pushtetet në qiell, lidhur me dijen e shumëllojshme të hyjit, të synuar qysh prej amshimit e të zbatuar në për Jezu Krishtin Zotërin ton. Në të kemi në saje të besimit në të, lirin t'i afrohemi hyjit me plot shpresë. Prandaj po ju lutem të mos ju lëshoj zemra për shkak të vuajtjeve të mia që i pësoj për ju. Ato janë nder për ju. Lutja e Palit. Për këtë arsye i përkul gjunjët e mi para Atit, prej të cilit merr emrin e vet çdo atëri në qije dhe mbi tokë, që të dënjohet në saje të begatisë së lavdisë së vet, t'ju forcoj me anë të shpirtit të vet në fuqi për të mirën e njeriu të brendshëm, që Krishti të banojë në zemrat tuaja me anë të fesë, në mënyrë që të rrënjosur e të themeluar në dashuri, të mund ta kuptoni bashkë me të gjithë shenjtërit çka është gjerësia, gjatësia, lartësia dhe thellësia, e ta merrni vesh dashurinë e Krishtit, që ka përcen çdo dije, kështu që të mbusheni me tërë plotësinë e hyjit. E Atij, që në saje të fuqisë që vepron në ne, mund të bëj shumë më tepër se ne mund të kërkojmë ose edhe mund të mendojmë. Atij qof lavdia në Kish e në Jezu Krishtin, në të gjitha breznitë e jetës së jetëve. Amen. Kapitulli 4. Një trup i vetëm. Ju përbej prandaj unë i burgosuri në Zotin,
Jetoni denjësisht si ka hije e thirrjes që keni marrë, me plot përvujtëri, butësi e duresë. Duroni njëri tjetrin me dashuri. Bëni çmosin ta ruani njësinë e shpirtit me anë të paqes që ju bashkon. S'ka por një trup të vetëm dhe një shpirt të vetëm, sikurse edhe jeni të grishur në një shpresë të vetme të thirrjes tuaj. Nuk ka por një Zot, një fe, një pagëzim, një hyj të vetëm, Atin e të gjithëve, i cili sundon mbi të gjithë, vepron nëpër të gjithë, e banon në të gjithë. Edhe secilit prej nesh i çedhën hiri me atë mas me të cilën Krishti deshi të na adhuroj. Këndej edhe thuhet, kur u ngrit në lartësi, i mori me vete robërit dhe u dha dhurata njerëzve. E ajo fjalë, u ngrit, çfarë do të thotë tjetër, por se më parë zbriti këtu poshtë për mbi tokë? Ai që zbriti është po ai që u ngrit mbi të gjithë qiejt për ta mbushur gjithësinë. E ai i dha disa apostuj, disa tjerë profet, disa prap ungjilltar, do të tjerë barin dhe mësues, që shenjtërit i bëj të aftë për veprën e shërbesës, për ndërtimin e trupit të Krishtit, deri që të gjithë arrim njësisë së fesë dhe njohjes së Birit të hyjit, deri në gjendjen e njeriu të përsosur, deri në masën që i përket pjekurisë së plotë të Krishtit, që të mos jemi më foshnja me të cilët luajnë tallazet dhe i çon e i rrëzon çdo erë mësimesh, në këtë lloj letrash të njerëzve që me dredhi i hapin udhën gabimit. Por, duke e dëshmuar me dashuri të vërtetën, të rritemi në çdo pikpamje drejt atij që është kryet Krishtit. Prej tij trupi i tërë si një cope, mirë i lidhur në një, ashtu që çdo gjymtyr ndihmon simbas funksionit që ju dha, veçanërisht secilës pjesë dhe e mundson rritjen e trupit në ndërtimin e vetvetes në dashuri. Jeta e re në Krishtin. Pra, them këtë edhe përbej në Zotin. Mos jetoni sikur se jetojnë paganat, në tytësinë e mendjes së tyre, me mendje të errësuar, larg nga jeta e hyjit, për shkak të paditurisë që është ndërta për arsye të trashamanësisë së zemrës së tyre. Vetveten e kanë bërë të pandjeshëm, u dhanë mbas shfrenisë, në mënyrë që të shtyrë prej lakmimit, të bëjnë çdo poshtërsi. Ju veç nuk keni qenë mësuar kështu mbi Krishtin, në qoftë se keni dëgjuar për të dhe në qoftë se keni qenë mësuar simbas së vërtetës që është në Jezusin, në fuqi të së cilës u duhet ta flakni tej mënyrën e mëparshme të jetesës, njeriu e vjetër, të cilin prirjet e prujta e çojnë në bjerrje, dhe duhet të ripërtëriheni me shpirtin e mendjes tuaj, dhe të vesheni me njeriu e ri, të krijuar simbas hyjit në drejtësi e shenjtëri që vjen prej së vërtetës. Prandaj flakni rrenën, dhe secili le t'i thotë të vërtetën të afërmit të vet, sepse jemi gjymtyrët e njëri tjetrit. Po u zemëruat, mos më katoni, dielli të mos përëndoj mbi hidhërimin tuaj. Mos i lini asnjë ankth aty kap djalli. Kush villte më të mos vjell, por më fort le të punoj me duar të veta drejtësisht që të ketë çka t'i jap atij që është në nevojë. Asnjë llafe e dytë të mos dal prej gojës tuaj, por nëse është nevoja, thoni fjalën e mirë që t'i ndërtojë t'ju sjell hir atyre që dëgjojnë. Mos e trishtoni shpirtin shenjtë të hyjit, me të cilin hyj ju vulosi për ditën e shpërblimit. Le të flaket larg jush çdo pikëllim, zemërim, hidhërim, britmë, shamje me çdo lloj ligstie. Përkundrazi, jini njëri për tjetrin të mirë, zemërdhimshëm, falni njëri tjetrin, sikurse edhe hyji ju fali ju në Krishtin. Kapitulli 5. Përngjani hyjit por si bi të dashur dhe jetoni në dashuri, sikurse Krishti na deshi ne dhe për ne ja flijoi vetveten hyjit, por si kusht e fli që jep erë të mirë. Fëdhikshtia ose çdo lloj papastërtie ose lakmimi, as të mos zihet në gojë ndër ju, siç u ka hije shenjtërve. Po as llafe të ndyta, as marri, as fjalë me dy vështrime që nuk kanë hije, por më mirë falënderje. Sepse mirë dini e këtë,
as një flikshtar, as një kurvar, as një lakmues pasurie që është idhujtar, nuk ka pjesë në mbretërinë e Krishtit e të hyjit. Jetoni por si bij të dritës. Askush të mos ju gënjej me fjalë të kota. Për këto gjëra bie hidhërimi i hyjit mbi njerëzit e padëgjueshëm. Mos kini pra kur gjë të përbashkët me ta. Po, dikur ishit errësirë, por tani jeni dritë në zotërinë. Jetoni por si bij të dritës. Fryti i dritës është mirësia, drejtësia, e vërteta. Vendosuni të bëni çka i pëlqen hyjit. Mos kini pjesë në veprat e pafrytshme të errësirës, por përkundrazi, më mirë zbuloni, sepse veprat që këta njerëz i bëjnë fshehtazi, është turp edhe të fliten. E çdo gjë që zbulohet, del në dritën e vërtet të veten, sepse çdo gjë që është e zbuluar, është dritë. Prandaj thot, zgjohu ti që fle, ngritu nga të vdekurit, dhe do të shndrisë Krishti. Vëreni me kujdes si jetoni, jo si njerëz të marrë, por si njerëz të urtë, të cilët din ta shfrytëzojnë mirë kohën, sepse ditët janë të këqija. Prandaj mos jini të paarsyeshëm, por dini ta kuptoni mirë vullnetin e Zotit. Mos u dehuni me verë, në të cilën është shfrenia, por mbushuni me shpirtin shenjtë. Thoni së bashku psalme, himne, e këngë të përshpirtshme. Këndoni e lavdëroni Zotin në zemrat tuaja. Gjithmonë dhe për çdo gjë falenderoni hyjin atë në emër të Zotërisë tonë, Jezu Krishtit. Moral shtëpiak. Nënshtrohuni njëri tjetrit në frikën e Krishtit. Gratë le t'u binden burrave të vetë sikurse Zotit. Sepse burri është kryet e gruas sikurse edhe Krishti është kryet e kishës, ai shëlbuesi i trupit. Pra sikurse kisha i nënshtrohet Krishtit, ashtu edhe gratë le t'u binden burrave të vetë në gjithçka. Ju, o burra, doni gratë tuaja sikurse Krishti e ka dashur kishën dhe e ka flijuar vetveten për të, për ta bërë të shenjtë duke e pastruar me lamje dhe me fjalë që të bënte gati për veten një kishë të lavdishme, të panjoll, të parudh, pa ndonjë send si këto, të jetë e shenjtë dhe e pa të metë. Në këtë mënyrë duhet që edhe burrat t'i duan gratë e veta, por si trupin e vet. Kush e do gruan e vet, do vetveten. Sepse askush nuk e urren trupin e vet, por e ushqen dhe kujdeset për të, por si Krishti për kishën. Sepse jemi gjymtyrët e trupit të tij. Për këtë arsye njeriu do ta lërë babën dhe nënën e do të jetojë bashkë me gruan e vet, e të dy do të jenë një trup i vetëm. Ky është mister i madh. E kam fjalën në lidhjen e Krishtit me kishën. Shkurt për sa u përket juve, secili prej jush le ta doj gruan e vet por si vetveten, e gruaja le ta nderoj burrin e vet. Kapitulli 6. Fëmijë, dëgjoni prindërit tuaj në Zotin, sepse është e drejtë. Ndero babën tënd dhe nënën, është urdhri i parë me premtim, që të jesh mirë e të jetosh gjatë mbi dhe. Ju, o prindër, mos i hidhëroni fëmijët tuaj, por edukoni me disiplinë e me këshillat që vijnë prej Zotit. Sklevër, dëgjoni zotërit tuaj toksor me nderim me bindje në thjeshtësinë e zemrës, por si Krishtin. Jo për sy e faqe, si ata që duan t'u pëlqejnë njerëzve, por si sklevërit e Krishtit, të cilët me vetdije e kryejnë vullnetin e hyjit dhe me ëndje shërbejnë por si Zotit e jo njerëzve, duke ditur se ai që bën mirë, qoftë sklav qoftë i lirë, do ta marrë për këtë pagën prej Zotit. Por edhe ju, zotërin, silluni edhe ju ashtu kundrejt tyre, larg jush mendimi t'i ndëshkoni. Dinje se zotëruesi i tyre dhe juaji është në qiell, te ai nuk ka krahambajtje. Lufta shpirtërore. Kështu këndej forcohuni në Zotin dhe në fuqinë e pakufishme të Tij. Ngjeshuni me armët e hyjit që të mund të qëndroni përballë pritave të djallit.
sepse nuk kemi luftë vetëm kundër njeriut, por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të kësaj bote të errët, kundër shpirtrave të këqij të hapësirës qiellore. Prandaj ngjeshni të gjitha armët e hyjit që të mund të qëndroni përballë në ditën e ligë, e pasi të ngadhënjeni mbi të gjitha, të qëndroni zotrues të fushës, në këmbë pra. Ngjeshni ijët me të vërtetën dhe veshni drejtësinë në vend të pancirës, mbathni këmbët me zedhin e kumtimit të ungjillit të paqes. Në çdo gjë mbani në dorë shqytin e fesë. Me të do të mund t'i fikni shigjetat e zjarrta të keqit. Merrni për krenaren e shëlbimit dhe shpatën e shpirtit shenjtë. Do me thënë, fjalën e hyjit. Lutuni në bashkim me shpirtin shenjtë me çdo urate lutje në çdo rast. Prandaj edhe rini zgjuar me shumë qëndresë dhe në lutje për të gjithë shenjtërit. Lutuni edhe për mua, që hyj të ma zhdërvilloj gjuhën dhe të më jap fjalë të përshtatshme për ta kumtuar plot guxim misterin e ungjillit, i dërguari i të cilit jam në pranga, që të mund të flas me guxim të duhur. Lajme dhe përshëndetjet e fundit. Dhe që ju të dini si jam dhe çka bëj, për çdo gjë do t'ju vër në dieni Tihiku, vëlla i dashur dhe ndihmësi besnik në Zotin. Atë po e dërgoj të ju shi për këtë punë që të dini si jemi dhe që t'i ngushëlloj zemrat tuaja. Hyj atë dhe zotëria Jezu Krishtu dhënçin të gjithë vëllezërve paqe, dashuri bashkë me fenë. Paqin hir të gjithë ata që e duan Jezu Krishtin, zotërin ton me dashuri që nuk mbaron.